Pranoje jetën ashtu si që është, po deshe t'jetosh. Mos kërko që jeta të mbetet sipas qefit dhe dëshirës tënde, se nuk do t'ja arrish. Ajo i lodha ta që luaj në ditë të saja, është merri të gjallëve, e përzjerë me të pakëndshme, shpesh të turbulon, por përsëris të lëshon. Në të ditët një pas një i jeton. Mos kërko se nuk mund të gjesh prind, grua, shok, banes, apun, që të mos ketë diçka që ta prish lumturin e ta humb njerëzin. Dhe nëse mbetesh në dhëmbët e mprehta të jetës, përpiqu të lëshosh ujin e ftohtë mbi nxehtësinë e së keqes. Kështu deshi Allahu, që të jetë e të mbetet kjo botë e cila grumbullon dhe bashkon dy të kundërta, qofshin ato lloje, grupe apo mendime. Dëm dobi, ndreqje prishje, gëzim pikëllim, sëmundje shërim, qeshje qarje. Pastaj e gjithë e mira, gëzimi e mirësia bashkohen të pastërta në xhenet, dhe e gjithë e keqja, prishja e mërzia mblidhen në zjarr. Kjo botë është e mallkuar. E mallkuar është çdo gjë që gjendet në të përveç përmendjes së Allahut dhe asaj që i ngjason asaj dhe përveç dietarit dhe nxënësit. Pra jeto ashtu siç je, dhe mos vrapo pas të rreshmeve dhe iluzioneve, por ngrihu në botën e idealeve. Pranoje botën si është e mos kërko për sosmërinë asgjë. Ajo i takon vetëm Allahut. Mos kërko bashkëshorte të plotësuar e të përsosur nga të gjitha anët. Në një hadith të pejgamberit thuhet: mos ta urej besimtari besimtaren nëse sheh në të diçka që nuk i pëlqen. Nga se nëse si pëlqen ndonjë virtyt i saj, i pëlqen ndonjë virtyt tjetër. Prej teje kërkohet të ecësh anës rrugës së drejtë e të vërtetë, të bëhesh falës, të marrësh atë që të është lehtësuar dhe ta lësh atë që është e vështirë. Ti mbyllësh syt ndonjëherë e të mos shikosh atë që s'të kënaq. E në ca raste të bësh edhe sikur je i pa interesuar. Shikoj të tjerët që janë më keq se ti. Ktheje shikimin djathtas e majtas. Vallë, a she tjetër gjë pos njerëz që bartin fatkeqësi? A të bie shikimi në diçka tjetër pos në njerëz të lodhur që harruan se ç'është qeshja? Në çdo kulm çatije ka vaj, mbi çdo mollës të fytyrës lot, e në çdo lugin s'shet dot gjelbrim. Sa e sa njerëz jetuan ditë të zeza, por si shojnë ndryshe pos durimtarët që balli i tyre çan çdo gjë të keqe. E ti mos ri me duar në faqe se si je i vetmi që pik të lëng të hidhur. Madje kjo që të ndodhi është shumë më e lehtë dhe e vogël në krahasim me të tjerët. Shisat smur kemi që mbi shtratet e tyre rrotullohen në të majt e në të djathtë. Trupi u qel plag dhe nga dhimbja e madhe bërtasin me zë trishtues, por përsëri mbeten aty ku janë, në po atë gjendje. Po sa të burgosur me vite të tëra se pan diellin dhe as i ngrohën syt me rezet e tij. Ata s'shohin gjë përveç dhomës e errët të burgut. Në ato dyer të hekurta hyn kur qenë fëmijë e prej saj dolën pleq me mjekra të zbardhura e me trup të rënuar. Po sa prindër humbën copën e mushkërisë së vet e mbetën pa fëmijë, pa djem e pa vajza, por prap jetojnë dhe me gjithë këtë dhimbje të madhe shpirtërore që ndrojnë të fortë. Tani erdhi koha për ty që të krenohesh me qëndrimin e durimit të këtyre burrave të Islamit, këtyre dashamirësve të Allahut. Mësohu vëlla dhe bindu fort, se kjo jetë për besimtarin e vërtet është burg e asgjë tjetër që mund ta lakmosh. Kjo jetë është shtëpi vajtimesh e vuajtjesh, që pallatin ta shndron kasole me muret shkatëruara dhe ta quan kulm i rënuar. Një kohë shumë të shkurtër të shfaqen në këtë teatr gjithësie, vasha me trupa të bukur, shëndet të plot, pasuri, fëmijë. Dhe pas një kohe të shpejt, si shen ndryshe, pos plaka me trup të raskapitur, të pafuqishme të varfra, shef vdekje,
ndarje, skamje, sëmundje, dhe e kishit të qartë se si vepruam ne me ta, e ju solëm shembuj edhe juve. Ty tani të mbetet peshosh dhe të bësh krahasimin e goditjeve të tua me të tjerët, me ata që qenë para teje në rrugën e kohës së jetës, që ta dish se ende s'të kanë prekur të vështirat dhe ende lundron në begatit e Allahut. Falendero Allahun që stëlqoi të ligat e pakapërcyeshme. Nëse dëshiron të dish edhe pak më tepër se kaq, atëherë merr mësim nga njeriu i pa shembull në këtë rruzull toksor, Muhamedi, më i dashuri i Allahut. Kur i dhujtarët e Mekës s'donin të dëgjonin prej tij Islam, e dëbuan nga Meka. Këmbët e tij të ndershme u përgjakën nga gurët që i gjuanin jo besimtarët. Pastaj në vitin e pikëllimit kur i vdiq xhaxhai i tij dhe Hatixheja, që ishte e para besimtare, ushqim pati lëvozhgat e drunjve. Pastaj hodhën fjalë ndyrse dhe fyen Aishën e ndershme. Ja vran 70 shokët, i vdiqi biri, i vdiqen bijat, e lidhi gurin pas barkut nga uria, e akuzuan si poet, si hirbaz, faltar, të çmendur, gënjeshtar, e Allahu e ruajti dhe e kurseu nga e tërë kjo. E gjithë kjo ishte bela që patjetër u desh të ndodhte dhe pastrim e forcim që nuk ka më të madhe se ajo. Para ti u vra Zekeria, u masakrua Jahjai, u internua Musai, i dashuri i Zotit Ibrahimi u vumbi zjarr. Edhe imamët pësuan një gjë të tillë. Umeri u mbulua në gjakun e tij, bën atentat mbi Uthmanin, e therrën me thika liun, u rrahën shpinat e imamëve dhe u burgosën e u dënuan të mirët. Kjo pra është jeta dhe kështu e ka shijen. Po ju menduat se do të hyni në xhenet pa u provuar dhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe qenë tronditur. Namazin. O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim e me namaz. Mos e rrëzoni shtyllën e fesë. Mos e humni qelsin e dyerve të xhenetit. Mos e fshini vulën e besimit. Kur t'ju godas frika dhe t'ju kaplojë mërzia, e pikëllimit të mbërthejë për qafe, ngrihuni menjëherë për në namaz, që shpirtit ju kthehet e të qetësohet. Vërtet namazi me lejen e Allahut është siguri që çrrënjos ngulitjet e pikëllimeve dhe dëshpërimeve dhe që largon traumat. Kur pejgamberin e mundonte diçka, ai thoshte: "Na qetëso me namaz, o Bilal." Namazi është kënaqësia, lumturia dhe pushimi i tij. Kam lexuar biografitë e disa njerëzve të spikatur të cilët, kur ngushtoheshin nga telashet e problemet dhe kur i kaplonin belat, ata strehoheshin në namaz, të përulur, që pastaj t'u kthehej fuqia, dëshira dhe ambicjet e tyre. Namazi i frikës është bërë obligim të kryet në çaste frike. Atë ditë kur të fluturojnë kafkat e kokave, atëhere kur shpirtrat t'u ekspozohen tehut të shpadave. Atëherë namazi i frikës bëhet përforcimi dhe qetësimi më i madh. Thirini të rinjt, ju lutem. O ju që dëgjoni këto rreshta, para se t'ju sëmuren shpirtrat, njihuni me dyert e shtëpisë së Allahut. Le të pudh balli juaj dheun e le të provojë sejdën. Le ta ndjeni kënaqësinë e shijes së përuljes. Le ta mbrojnë besimtarët veten nga dënimi i pandërprerë. Nëse jo tani, kur? Atëhere kur lotit ju djeg qepallat, apo kur dëshpërimi t'ju shkatërroj me rranj? Kur zmbetet fuqi për ta përballuar, atëhere dënimi fillon sërish. E ata që i largohen xhamis do të mbesin me sy të hapur dhe asnjëherë s'do të ngopen me begatit e përkohshme të kësaj bote, sepse lanë pas shpine shtyllën kryesore të Islamit. Jeta e tyre kalon
prej nga loti në vaj, prej nga trishtimin pikëllim, prej shkatërimit në dërmim, prej së keqes në të ligë. Qofshin të përmbysur, ai ua ka azgjësuar veprat. Na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. Nga frytet më të mëdha të imanit dhe nga cilësitë më të mira të besimtarit, është kur ai çështjen ja beson Allahut, mbështetet tek ai, është i bindur në premtimet e tij, i kënaqur me atë që i është dhënë nga furnizimi. Kur besimtari mbështetet te Zoti i tij, duhet jetë i bindur se ndihma, furnizimi, shpëtimi do t'i vijnë që në këtë botë pa ndërprerje. Kur Ibrahimin e hodhën në flakën e zjarrit, ai shpëtoi e tha: Na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. E Allahu zjarrin djegës e shndroi në ftohtësi dhe e bëri shpëtim për Ibrahimin. Po ashtu kur Muhamedin së bashku me shokët e ndershëm të tij i kërcënuan ushtritë e jo besimtarëve dhe qetat e idhujtarëve, ata deklaruan: Na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. Dhe ata, pa i gjetur kur fare keqe, fituan begati e mirësi të mëdha nga Allahu dhe arritën edhe kënaqësitë e tij. Allahu është dhuruesi i madh. Me të vërtetë, njeriu me aftësitë që posedon, sado të dalluara e të larta të jenë, nuk do të kishte mundur kur që të përballojë ngjarjet e jetës e t'i kalojë ato pa ndihmën e atij që e krijoi në mënyrën më të përsosur, nga se është krijesë e dobët dhe fuqia e tij është e kufizuar në çdo hapësirë, vendi a kohe. Mirë po me mbështetjen e tij tek i fuqishmi dhe besimi e bindja në Allahun, e bën atë ti te kalojë të gjitha vështirësitë me një fuqi e vrull që sikur të ishin tubuar të gjithë njerëzit dhe xhinët, nuk do të kishin mundur t'i ofrojnë ndihmë asa një grinc në krahasim me atë të Allahut. U thras juve, o ju që dëshironi ta këshilloni veten dhe t'i përforconi këmbët tuaja përballë çdo vështirësie. Mbështetuni tek i fuqishmi, i pasuri, te zotëruesi i fuqisë absolute që t'ju mbrojë dhe t'ju zgjojë nga mjerimet, t'ju nxjerrë nga pikëllimet dhe vajtimet jetësore. Qëndroni me fjalën: Na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. E mos e ndroni këtë shtyllë të shpirtit tuaj, edhe nëse ju fshihet pasuria dhe ju mbështjell skamja. Le të jetë ky parim në jetë edhe kur të mbuloj borxhi e nuk ke mundësi ta kthesh atë. Por edhe kur nuk kanë nga të rrjedhin të ardhurat minimale për jetesë, thirr e deklaro: Më mjafton Allahu, i cili është mbrojtësi më i mirë. Por mjafton që Zoti të jetë udhërrëfyes, ndihmësi yt,